ata diskutojnë bashkë diçka. Domethënë unë kam thënë disa herë, po me sa duket nga njerë nuk kuptohet, po më vjen çudi që edhe këta që futen nga jashtë bëjnë të njëjtën gjë. Desha diskutoj pak një situatë të Mirit me pothuajse gjithë shtëpinë. Sot kam parë, sot edhe që nga dje, po edhe sot kemi një rikthim të gjithë shtëpisë kundër Mirit. Domethënë sigurisht i përmendin atë mohabetin me Selinën e tjera. A mos ndoshta që ta diskutoj edhe me ju, më vllazë, ndoshta jam unë gabim. A mos ndoshta kjo situatë po e katapulton Mirin në një finalist të sigurt, një në radhë parë, por dhe po e kthen në një tabel qitje për secilin që hyn atje. Se unë nuk e kam më shumë për këta që kanë qenë brenda që nditen një, po unë e kam më shumë për këta që kanë hyrë mbrapa. A nuk e kuptojnë këta që po e bëjnë këtë gjën, pra po e rrisin aq shumë, pra po japin një herë me kuptua ti që po jashtë është i fortë ai, se për sa kohë ti shkon me të hyrë brenda e sulmon, pra merresh me Mirin, do të thotë që jashtë është i fortë. Pra, a nuk e kuptojnë këta, apo mbase jam edhe unë gabim, sepse unë kështu e shoh. Unë e shoh që të hysh nga jashtë dhe të sulmosh dikë, ati jep sinjal që je më i forti. Të hysh nga jashtë dhe të sulmosh në grup atë person, atëherë ti vetëm sapo e lartëson, sapo e çon drejt finales. Dhe normalisht edhe këtij si tush i del detyra mu marr me të gjithë, ti kthej përgjigje gjithëve kështu me radhë. Tani si e mendoni ju këtë?